Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam dy të ftuara tepër të veçanta, të cilat do të na flasin për një program që ato vetë kanë krijuar. Është kënaqësi për mua të kem sot në studio Ajsi. Mirëmëngjesi dashur. Mirëmëngjesi, kënaqësi. Dhe Chanel, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit dhe faleminderit që jeni një brez kaq i mrekullueshëm, dua të them. Gjithmonë na mahnisni dhe na bëni krenar me ato që na jepni. Faleminderit si për ftesën. Faleminderit për ftesën. Është tepër në madh që më kanë këtu me ju, edhe më shpërnda këtë që realisht ne mendojmë edhe që realizojmë. Ajsi, po e nis nga ty. Duhet më tregosh pak më shumë si lindi ideja e këtij projekti. Atëherë, ne faktikisht kena dashur me kriju diçka pak më të veçantë, diçka që nuk është një gjuhë shumë dhe diçka për cilën nuk është fol shumë, por realisht është nevoja që me fol. Ne kena lindi pikërisht ideja për problemeve që ne shohim te shokët apo shoqet tona. Shpesh vinte ne me kërku një ndihmë, qoftë për një ngatresë që kanë pas, qoftë për diçka krejt thjesht apo thjesht e shohim edhe ne që janë të pas një lloj ankthit edhe nuk po dinë se si mi gjet një zgjidhje. Edhe ne normalisht u kanë në moshë tyne, nuk ka se kena informacionin më të mirë të mundshëm për mi dhënë edhe për mi ndihmu. Kështu që thamë pse mos me kriju diçka të tillë, diçka që të jetë në ndihmë të adoleshentëve, po pse jo edhe për të rriturnet. Edhe nuk është një problem që shihet vetëm te adoleshentët. Chanel, ideja për krijimin e këtij programi erdhi vetëm për konkursin apo erdhi si një dëshirë, siç tha Ajsi, që ju të ndihmoni brezin tuaj? Domethënë, mund të them gjëja e mirë për këtë projekt që ne kena realizuar, nuk është sepse ka kanë vetëm një projekt që mund të marrë me teknologji, me AI, por është një projekt që ti mundesh me ndihmu më tepër, mundesh me përfshi më shumë të, sepse mundena me ndihmu një problem shumë të madh në shoqërinë tonë, siç janë edhe problemet të shëndetit mendor, sidomos tek adoleshentat. Edhe siç tha Ajsi, me që ne jena vetë adoleshenta, jena përreth adoleshentave çdo ditë, edhe mund të shohim çfarë probleme ato kanë. Kështu që është diçka që ndoshta kena pas brenda vetes me dash me ndihmu. Mund ta tregojmë pak Ajsi hap pas hapi. Pra erdhi ideja që ne të ndihmojmë moshatarët tanë. Po hapi i dytë, cili ishte? Hapi i dytë ishte normalisht realizimi i gjithë këtij projektit, por ne kanë pak e vështirë ndoshta edhe koha se tu kanë të angazhuar me shumë projekte dhe aktivitete tjera, edhe na është dashur fije mund që me gjetë atë kohën e përshtatshme për të marrë vetëm me këtë projekt. Në qershor ne patëm aplikimet e para për projektin, mas një viti të trajnimeve që kena bërë në shkollë, pra nga Inteli. Edhe na tha një nga zysha që zysh Vjola, për cilën e përshëndesim shumë sepse ka kanë mbështetje e madhe, na tha që shive se kanë filluar aplikimet. Atë ne filloni mendoni se çfarë doni me realizuar. Edhe jena marrë pothuajse tan qershorin me këtë ide. Kena bë aplikime të cilat kanë qenë tepër gjata, edhe me të thënë drejtën të lodhshme, po ja ka vlerën në fund. Dua të di nga ti, pasi e nisët si ide, cili ishte hapi i dytë sipas mendimit tënd? Atëherë, pasi shtruam çdo ide të mundshme që ne kishim, sigurisht shkruam te kjo ide që na duk më interesante, dhe pasi bëm idenë, hapi tjetër ishte për me realizu një video që ne me shpejt që do na me bë edhe pak a shumë programin. Atëherë më ne më tepër na bazu se si do na me bë një ndryshim, se sa tek programi, por gjithashtu realizu me edhe një formë të vogël me pas se si funksionon. Por dihet që më tepër kena fol për idenë tonë edhe si do na me evu në punë edhe me zhvillu. Kush ishte i pari që e pa videon që ju kishit krijuar? Personi i parë ka qenë zysh Vjola, veçanërisht. Dhe çfarë tha ajo? Si ishte reagimi i saj? Sepse në atë moment ne kena kanë edhe grupi i fundit që ja kena treguar projektin e pa vetë, edhe më vjen mirë sepse pasi ajo e komplimentoi domethënë përpjekjen tonë, vjen mirë që edhe na bëri disa pyetje që edhe ne me vujme në punë edhe me ditë me një problem, domethënë që me e zgjidh vetë, jo me na vu ata në pikpyetje. Ajsi, mund më shpjegosh pak a shumë programin me fjalët e tua shkurtimisht? Po, patjetër. Atëherë në fillim ka kanë vetëm një prototip i vogël. Pra në momentin që shkruaj video, siç tha Chaneli, ka kanë vetëm një chatbot i thjeshtë që ti mundsh me komunikue dhe me pyet çka ke ti nevojë. Mbrapa mos i kaluam në fazën e parë dhe të dytë, normalisht na ndeshëm me bë diçka pak më të madhe sepse gjatë prezantimit u do të diçka
pak më e zgjerume. Edhe që mendume që ti në fillim me ba një llogaritë të thonën, pra ti shkruan Ajsi Beqiri, emailin, passwordin, të tëna dhona që duhen për me kriju një llogari. Mrapa kalon në faqen e dytë ku ti gjendesh përballë 3 rubrikave. Në këto rubrika ke të shkruar me emergency, pra në qoftë se ti ke nevojë për një emergjencë, edhe të kontakton direkt me një numër që të ndihmon ty. Rubrika e dytë ka të bëjnë më shumë me thjesht me fol me te si ja ki kalu ditën, që se ti ke nevoj për diçka krejt të vogël, nërsa e treta është për ato pikërisht për ato persona që nuk ka nevoj për asnjën edhe as tjetrin, po thjesht gjenden përballë një situate ku shoku i tyre ka nevoj për ndihmë dhe ato realisht nuk dinë si me ndihmu, edhe mund me kërku informacion drejt për drejt, edhe chatboti ndihmon me një herë. Po shokët, si e pritën Chanel? Momenti që ne kena hy në shkollë ditën kur kena fitu, ka qenë një moment që nuk mund të harroj, sepse gjithë shkolla kishte marrë vesh për këtë arritje që kena bë, edhe jam një shumë e përkrahun nga çdo shok që kisha, edhe me mirë që na kanë mbështet. Gjithashtu një falënderim shumë i madh duhet t'jap edhe stafit pedagogjik, zyshave edhe drejtoreshës tonë, Vera Bushatin, të cilat na kanë mbështet në çdo hap tonin. Është realisht e vërtet, sepse ata kanë besu që ne mund fitojmë më shumë se ne. Pra, ishte ajo periudha në verë, mos i kaluam edhe fazën e dytë, ku ishim të bëjë disa prova me zgjolën, edhe na pyetën që, si njiheni, si po ju shkon, a jeni të ecë diku me projektin? Po, ne mirë, a din, nuk ka se kishim optimiste deri diku. Edhe zyshet ishin ndërkohë, bravo, jeni shumë të mirë, ishin krejt sigurta që ne kishim e fitu. Ndërkohë edhe ne ishim të majtë të qëndrimit tonë, se nëse nuk fitojmë të paktën, mos zhgënjena. Si ishte për ty emocioni, Ajsi? Me të thënë drejtën, momentin që e morë me vesht, ishte tamam surprizë për ne, sepse ne u zgjollëm si një nga 5 projektet nga ADF-ja për me prezentu në Tiranë. Edhe ishte një prezentim i thjesht, ku janë përzgjallë 5 projektet më të mira të Intel. I ka zgjallë pra ADF-ja. Edhe shkojmë ne, krejmë prezentimin tonë, ishim të partë faktikisht, edhe shijum edhe 4 prezentimet e tjera. Në fund ishin të bë prezentimin e tyne dhe një fjalim të thjesht, se cili nga përfaqësuesit e ADF-s. Edhe doli njëri, që faktikisht nuk jam marrë me emrin, doli dhe thjeshta që një nga projektet këtu është edhe fituese e çmimit kombëtar dhe rajonal. Edhe aty metme. Unë mundë me thonë që më ka ndalë edhe lot gëzimi që më nuk qoj kur. Unë nuk e kena besu se maj mend, i na qunë kam përse me dhënë se vetëm ne kishim kalu, nuk e kena besu, i na ullë kam hap emailin edhe me kontrolu, a kena fitu, a nuk e kena fitu. Emocioni pa përshkrueshëm. Keni ndonjë plan tjetër në mendje? Diçka që ndoshta mund të zbulojmë pak a shumë? Po tjetër, ne kena parashiku një 2-3 features që ose mundën a me thonë, pra shtesat të këti website-it, që në të ardhme ne kena qef me shtru në një aplikacion. Edhe një nga këto ideet kryesore që ne kena pas me Chanelin, ishte me shtu një kafsh që ti mundesh mu kujdes, pra që në momentin që ti hin në website, që në momentin që ti hin në website, kjo kafsha mu shfaq, dhe ti mundesh me zgjallë cilën nga ku diun e sa opsione mund të vendosim, edhe në momentin që ti e zgjallë sërë që ti hin në website, kjo kafsha ka mu rrit, edhe ti njëherë sikur jetë u rrit me një kafsh tjetër që është të të nëmun ty në rritin të anë menore. Diçka shumë e bukur, shumë ide e bukur. Gjithashtu kena dëshirë që me realizun sa gjuhë ndryshme, që jo vetëm persona që din anglisht, për edhe tjetë më accessible për çdo person. Tjetë më përshtatshme. Gjithashtu, sepse tek aplikacioni ne kena shtu edhe Teen Line Help Number të Shqipërisë, kemi dëshirë që me shtu edhe për vendet e tjera. Dhe mund të ketë më shumë gjithë përfshirje, diçka shumë e bukur kjo. A mund të marrim pjesë diku në një konkurs tjetër pasi të shtojmë këto? Si mendon, Ajsi? Do të shohim, ne faktikisht na erdhi një email që na nisi një nga kompanitë e mëdha në Indi, edhe na tha që ne kena qef shumë që projekti juaj me marrë pjesë edhe në konkursin që ne jena të bë. Është pak a shumë i njëjtë me këtë të Intelit, por ne fatkeqësisht e kena pak me vënes emailin edhe ne iku koha. Nuk ka problem, gjithsesi do të keni mundësi shumë të mëdha të tjera.
Dy vajza kaq të mira, ekselente në shkollë, me mendime shumë të mëdha, me projekte shumë të bukura që vlerësohen madje edhe jashtë Shqipërisë. Dua të di kush është për ju mbështetja më e madhe. Unë faktikisht du me përmend mbështetjen teme më të madhe, sidomos këtë vit. Ka qenë Zysh Albana Bushati. E përshëndesim shumë Zysh Albanën. Realisht është një ndër personat që nuk thot kur jo, edhe nëse ka një problem diçka ta thot kaq amël dhe kaq but, sa që ti me e dash punën që i të bë. Pra nëse i të bë një punë që ndoshta inteligjencë artificiale ne kena fillu krejt kot, qose mund me thënë këtë lloj mënyre, sepse asnjëna prej nesh nuk e ka pas me qefin më të madh. Dhe kur na prezantoi Zysh Viola si ide që hajde nëse kena qef, me që kena pas jeni të angazhuar në shkollë, kena thonë hajde po e provojmë se ndoshta mund dalin diçka e mirë prej kësaj. Edhe por Zysh Albana Bushati për mua është po nga familja ai si. Nga familja normalisht mami, babi, teza janë të tonë. Janë të tonë. Po për ti Chanel. Atëherë për mua një mbështetje shumë e madhe ka qenë Zysh Viola, sepse vetëm nga ajo unë kam arritur me hap sy tek fusha e inteligjencës artificiale, tek teknologjia, sepse në fillim na propozoi dhe na thotë që duhet më ndajt pak mas mësimit, një orë, diçka. Edhe më thosh, po kam kurs, nuk mundem. Është e papërshtatshme. E gjej orarin, okej, atëherë pranova, edhe mendoj që ka një gjatë më të mira që kam bërë, sepse më ka hap shumë horizontet, sepse përveç këtij trajnimit të Intelit, kam arritur të bëj shumë trajnime të tjera, pikërisht në këtë fushë. Dhe me ta ka një shtypje shumë e madhe për mua. Chanel, ju jeni një brez që po rriteni gjithnjë më shumë me inteligjencën artificiale. Sa të lidhur janë brezi juaj me këtë pjesë? Faktikisht, ma që avem unë e Chaneli për ditë, janë shumë të lidhën, sidomos me rrjetet sociale, me mediat, pra gjatë gjithë kohës e gjej një mënyrë që me kanë të lidhën me internetin dhe me inteligjencën artificiale. Por aja që kena dashur në Chaneli me theksu ma shumë e këtë projekt, është se ne e kena kriju projektin për me ndihmu, po jo për me zëvendësu. Pra ne dojna prapë që punojësit social, psikologët, pra sepse këto kanë lidhje më shumë me shëndetin mendor, me funksionu dhe pse jo në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të madhe të mundshme. Por që unë kisha dashur domethënë që inteligjenca artificiale me kanë vetëm në disa fusha dhe jo gjithmonë, nuk duhet me zëvendësu njeriu. Njeriu është krijesa më e mrekullueshme në këtë botë. Si mundet me zëvendësu një robot? Sepse projekti jonë nxit që personat me ikë dhe me fol me marrë ndihmë dikon. Edhe mendoj që inteligjenca artificiale është diçka shumë e fuqishme që ti me pas në dorë, prandaj mendoj që duhet me pas kufi. Dhe ka shumë rëndësi mënyra se si ajo përdoret, sepse mund përdoret për mirë edhe mund të jetë diçka mrekullueshme, por ka edhe raste që përdoret për keq. Ndonjëherë moshatarët tuaj stepen ta flasin me dikë diçka. Kjo besoj që do t'i ndihmojë shumë pjesa e asaj që ju keni krijuar. Si mendoni ju këtë pjesë? Do t'i ndihmojë apo do t'i mbyll më shumë në vetvete duke mos folur më me një njeri, por duke shkuar tek inteligjenca artificiale? Atëherë ishte pikërisht këtu ku ne fillu me idenë, sepse kena vërej që adoleshentët, pra shokët, shoqet tonë, nuk janë të pas mundësinë që më u shpreh direkt me një person. Edhe që mund bëjmë ne mund bëjmë një lloj website që mund t'i drejtojnë tek ato. Pra, nëse website-i të tregon disa mënyra se si ti mundesh me kalu stresin apo një situatë të caktuar që ti të e shpjegu, ai gjithmonë të thotë në fund që unë jam të dhënë këto informacione për ti gjithmonë për pyetje më të detajuara, normalisht duhesh me drejtu një personit sepse ka më shumë dijeni se sa unë. Si ndihmon? Si mendon ti që po i ndihmon? Aplikacioni i nxit adoleshentat, jo vetëm ato që të flasin me një person, sepse përderisa ato shkruajnë, janë të mbyllur dhe kanë frikë që me fol me person, dhe është më mirë që të flasësh me dikant se sa me ndaj krejt i mbyllur, edhe pastaj të marrësh ndihmën e nevojshme. Nuk e mendon që mund t'i mbyllë edhe ata persona që janë të hapur të diskutojnë me dikën ndoshta? Tek aplikacioni jonë, kena kur jep informacion, e thet disa herë që është vetëm inteligjencë artificiale, edhe mund ndihmoj deri një pikë. Dhe jo me tepër, e thet vetë që është më mirë që të marrësh ndihmë nga persona të tjerë dhe të komunikosh, të flasësh, sepse ai të ndihmon si me komuniku me të tjerët, sepse praktikon. Chanel, sa përdorni ju të dyja inteligjencën artificiale?
Realisht, mund të them që nuk jam një përdoruse tepër e vazhdueshme e inteligjencës artificiale. Mundohem që atë që do të bëj një projekt ndoshta me bë në atë mënyrë mekanike siç i na mësuani më përpara, sepse mendoj që më shumë nxit kreativitetin tim nëse i hi inteligjencës artificiale ka më dhënë ide që i ka pa dikun edhe ato mi thonë mu që mi bo, por unë kam qef që me pasë sa mund të arri unë si ajsë edhe jo si sa mund të arri një inteligjencë artificiale. Po për ty, Shanet? Unë për vetë e përdori kur është e nevojshme, zakonisht unë e përdori inteligjencën artificiale për të shkurtuar mësimet e gjata ose për të vendosur pikat e ës. Por mendoj që vetëm për këto, sepse jo me... Për të shkurtuar pak punë. Po, për të shkurtuar pak. Nuk më pëlqen që me më krijuaj çdo gjë, një esej për shembull, sepse është diçka që mendoj që duhet me kriju vetë një person, sepse ka emocione brenda, edhe sidomos kur flasim edhe për artin, me kriju me AI art, aty nuk mundem me jo. Ai si, mendon që po e dëmton brezin tuaj pak inteligjencë artificiale? Po e dëmton dhe po e shohim çdo ditë më tepër ku nxënësit në shkollën tonë, por edhe të shkollave tjera kam përshtypjen, kërkojnë që me pas një telefon dorë edhe gjatë orëve të mësimit. Fatmirësisht, ne kena këtë metodën që mi lanë telefonat gjatë orëve të mësimit edhe mi marrë mas orëve të mësimit, pram. Edhe mendoj që është një ndër gjanat më të mira, sepse nëse një nxënës rrin çdo ditë me telefon edhe gjatë periudhës ku ka me bë mësime, nuk ka me mujt kur me pas se cili është potenciali i tij vërtet, edhe nuk ka me mujt kur që me pas se që mund bëjnë ai si njëri, jo se që mund bëjnë inteligjenca, po që mund bëjnë ai si njëri. Chanela, lexoni më libra brezi juaj? Po, besoj që ka persona që akoma lexojnë, por ka ato që sepse tani është edhe më lehtë për me aksesu librat, sepse ka ndalur edhe e-book që mund t'i marrësh nga interneti. Nga interneti. Kështu që po, besoj që ka persona që lexojnë akoma. Po libra fizik? Libra fizik? Apo nuk përdoren më, ka ndalë nga moda. Unë për vetë jam fan të librave fizik, se më pëlqen mbajtja e tyre në dorë aty, por edhe në internet besoj që është një mënyrë e mirë, sidomos financiare. Po, patjetër që është. Ne kena dhe bibliotekën e shkollës ku aksesohet shumë, prandaj i marrim domethënë edhe aty dhe nuk ka se kena një problem për librat. Cili është libri i fundit që ke lexuar? Libri i fundit është i Albert Camus. Faktikisht ne pat me për letërsinë në shkollë dhe në udhëheq për një projekt, por realisht mendoj që nuk duhet vetëm u lexu sepse është i shkollës, por sepse është diçka e bukur, është diçka që të mëson edhe për jetën. Vajza ju të dy jeni të mrekullueshme, po brezi juaj, sa mendoni që lexon libra? Cila do të përgjigj? Pak vështirë. Është e vështirë edhe përgjigjja, edhe është si mendon Shanet? Unë besoj që është pak duke ulur sesia personave që lexojnë libra, duke qenë se ka ndalur ka shkuar në gradën që nuk është e frikshme, besoj. Metoda të reja të me kalu kohën, sepse shumica personave mund të rrinë në internet, në celular, kompjuter, edhe anashkalojnë pjesën e të lexuarit. Është edhe kjo ideja që shpërqendrohen shumë lehtë, të pas një telefon dorë, i vjen një mesazh edhe në momentin që kapin një libër me lexu, shohin mesazhin, lajn librin edhe merren me telefon. Po, edhe diçka tjetër se shumica e librave ka një faqe bëgi, edhe që më që kam vuri, shoh që në TikTok, në Instagram për shembull, video që dalin janë të shkurtra, edhe duke qenë të shkurtra, edhe si thuhet attention spam i ulet, edhe nuk ka ndërim që me lexu me një libër të shumë të me shumë volum, një libër shumë të gjatë. Po. Jeni të mrekullueshme dhe ju falenderoj shumë që ishit këtë mëngjes me mua. Në fund dua ta mbyll me një thirrje nga secila për jush për çdo të ri që merret me teknologjinë, që lexon libra, një thirrje si të dëshironi ju. Po e nis me ty Ajsi. Unë kisha thonë një thirrje për të tonë adoleshentët, po pse jo edhe ata që janë pak më të mëdhenj, mundohuni që me zhvillu kreativitetin tuaj, sepse kreativiteti është ajo çka ne na shtyn për me bë çdo gjë dhe mundohuni që me bë diçka të veçantë dhe jo diçka që e kena pa shumë herë, sepse realisht mendja juaj është shumë më e madhe dhe ka shumë më shumë kreativitet se sa ju mund ta mendoni.
Unë kisha sugjeru që të aktivizoheni edhe të përfshiheni në çdo projekt të mundshëm, edhe mos të keni frikë me shpreh mendimet tuaja, opinionet tuaja, sepse edhe nëse është një temë ose diçka që ti nuk je afër me te, prap mundoni sepse në fund krejt mund të jetë diçka që ja vlen me të vërtetë. Chanel, faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Aisi, faleminderit e dashur që ishit me mua. Jeni të dyja shumë të mrekullueshme dhe unë ju uroj që të shkoni sa më lart në karrierë dhe në jetën tuaj. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe të gjithë ju që ishit me ne këtë mëngjes. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.